Dita Arafatit është dita e 9 e muajit Dhul-Hixha, një ditë para ditës së Kurban Bayramit. Kjo ditë është mirë që të agjërohet dhe njëkohësisht të shtohen veprat e mira, lutjet tona të Allahu i Madhërisëm, pasi ka shumë mundësi që ato të na plotësohen. Dita Arafatit është e veçantë pasi ajo është pjesa kryesore e haxhit dhe dita ku lutjet e haxhinjve në sheshin e Arafatit plotësohen nga Allahu i Madhëruar. Është ditë e përsosjes së fesë, e festës, e së mëkateve. Profeti Muhamedi a.s. ka thënë se haxhi është Arafat. Arafati fillon në kohën e namazit të drekës, kur dielli është në zenit dhe përfundon me perëndimin e diellit. Ritheksojmë se dita Arafatit është nesër e ajte më 5 qershor, pra kushdo që dëshiron të agjeron këtë ditë duhet të lënë syfyrin sot pas mesnate në imsak. Dita Arafatit është dita e haxhinjve që qëndrojnë dhe lutën në Arafat, ndërsa besimtarët e tjerë në mbar botën e agjerojnë këtë ditë. Pejgamberi a.s. ka thënë se par agjerimin e ditës së Arafatit shpresoj që Allahu të më falë mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm, ndërsa më 6 qershor të premten të gjithë besimtarëve musliman festojnë festën e Kurban Bayramit.